Lajmet e botës tjetër, kapitulli 12, vargu 64. Pasi atje janë dy shtigje, të paarritshme. Pasi e kanë kaluar, është më e mira për bartësit e dritës. Unë aktivizoj efektin kur ajo ringjallet. Të gjithë shpirtrat e tu do të shkatërohen tani. Unë dyshuan nga vjollca në të kuqe. Unë kam dëgjuar që Varto është bartësi i dritës së kuqe. Si mund të ndodhë kjo? Është hera e parë që shoh të rritet efekti i ringjalljes. Radha ime mbaroi. Galet, ti mendon se mund të ndryshosh botën duke përdorur letrat? Po, unë mundem. Kjo është interesante. Nëse është kështu, pse babai im vdiq atëherë? Varto, çfarëdo lloj gjë që po përpiqesh të bësh, është vetëm një gabim i historisë. Unë nuk do të jem si babai im. A mos harrove gjëbetimin që ne bëm tek vari babait tim? Babi, unë do ta drejtoj racën e mauveve. Ne jemi bartësit e dritës. Kjo është detyra që na është dhëruar nga Perëndit. Babai im ka thënë diçka më parë. Bartësit e dritës janë shpëtimtarët që mund ta ndryshojnë botën. Në betejën që Luciano filloi, ne do ta trashëgojmë këtë. Galet! Së bashku me mauvët. Për mauvën. E dija që të dy ata u larguan nga ajo pikë. Galet, a je duke u përshtatur me jetën në shkollë? Po ja dal mirë mësuese. Më trego më shumë për Vanilën herë tjetër. Mësuese, ti je një njeri. Pse ti zgjolle që të bëhesh mësuese në zonën speciale të mauveve? Sepse atje është diçka që vetëm unë mund ta mësoj. Diçka po ndodh. Një marrëdhënie ndaluar. Jo, çfarë ti po mendoje, Snow? Me të vërtetë dyshimt. Çfarë po thua kështu? E janë tek Lolo pas mësimit. Lolo, është klubi i kërkimit të rekordeve botërore. Po, ajo është. Të gjithë janë këtu. Le të fillojmë. Ne do të vazhdojmë me faqen 63 rreshti i 4. Prit një moment, Morgan. Është një vend që duhet t'ju tregoj. Çfarë është kjo? Që nga kompletuar. Po, më në fund mund të zbulohet. Kjo është mjaft e komplikuar. Kjo është kështjella e mauvës. Unë përdora trashëgimin e babait tim që ta ndërtoja këtë. Ne do ta përdojmë këtë si fillimin e revolucionit kundër qeverisë së bashkuar. Revolucion? Për të shpërbërë qeverinë e bashkuar. Por si mund ta bësh këtë? Nëpërmjet ndarjes dhe shtypjes së rrjetit dhe duke krijuar kaos. Ngryrja e aseteve të qeverisë dhe si rrjedhim shkatërimi i autoritetit të tyre. Edhe ndalimin e atyre që diskriminojnë racat. Dhe pas kësaj, ne do të vendosim një qeveri të re nga mauvët. Pas vdekjes së babait është provuar që nuk mund të fitojmë duke përdorur letrat. Bashkë me ne të katër si një qendër, ne do të thrasim të gjithë mauvën nga e gjithë bota. Dhe të luftojmë me forcë brutale. Nga forca brutale? Për çfarë e ke fjalën? A mos val, këto janë armë?
Babai im u vran nga një thikë. Forca brutale kundër betejës së shpirtrave. Unë e dua fuqi. Unë nuk mendoj kështu. Luciano i ka transmetuar të gjitha tek luftimi me letra. Forca brutale nuk mund të transmetoj asgjë. Po pastaj, si do të synosh që ti të luftosh? Ne si fillim duhet të gjejmë të vërtetën se si u gjet paka e Lucianos. Ne duhet ta kemi të vërtetën në duart tona, që bota të arrit ta kuptoj këtë. Fajtori është Leonardi. A nuk është ai një aleat? A nuk janë këto dëshmi? Jo. Kjo nuk është veç se një çështje kohe. Galet, me forcën brutale, ne mund ta ndryshojmë botën sa hapën mbyll syt. Që ta kuptosh këtë? Jo, unë nuk do ta pranoj. Të lutem. Mësuese? Je këtu, shefe. Ju duhet më shumë punë të siguria juaj. Unë do të merrem edhe me këtë. Shpresoj që të më pranoni dhe mua. Mësuese, ti je një njeri. Pikërisht, sepse jam një njeri. Pas vdekjes së Lucianos, qeveria e bashkuar anti-Mauve po bën lëvizje më të shpeshta këto kohë. Po bën shumë e më shumë lëvizje kundër Mauveve. Qeveria e bashkuar ka humbur misionin që ata vendosin për të bërë kur ata e themeluan. Ata që trashëguan testamentin e kanë humbur luftën politike dhe janë të internuar. Jo vetëm Mauvët, por edhe të dobët janë shtypur. Vetëm nga një njeri që zëri i tij mund të dëgjohet gjithashtu. Unë gjithashtu dua të ndryshoj botën. A mos është? Një shenjë, e kaluar poshtë gjeneratave të vjetra. Një simbol që ju njohim si aleatën tonë. Kështu? Po, ja kështu. Ja. Është si antike, po prap të jep tinguj të bukura. Ishte e vështirë të mblidheshin pjesët nga vanila. Vanila. Mauvët që janë batën në zona speciale, si fillim u fshën këtu. Po, kjo ishte ajo se çfarë babai im bëri. Përse babai jot u largua nga zona e veçantë? Babai im ka qenë duke mbledhur informacione për letrat e veçanta. Nëse ai do mundte ta merrte atë letër, ai do mundte të ndryshonte edhe botën gjithashtu. E kuptoj. Ai u çellua, ndërkohë që ai po kërkonte letrën. Po, Më vjen keq. Unë duhet të kisha përdorur mjetet e tjera për ta mbuluar atë. është në rregull. Galet? Hej të gjithë, Galeti është kthyer! Sot do të jetë një festë mirëseardhje dhe unë do të siguroj që të marrim shumë ushqim. Merri këto kok. Wow, Ti duhet të jesh Barto. Dhe ti je Lim. Unë kam dëgjuar që ti ke inteligjencë të shkëlqyer dhe shumë të veçantë. O, ti që nga ndjeni? Unë jam shumë mirë. Vetëm nëse ti do të ishe një Mauve. A? Kjo s'ka rëndësi. Unë quhem Lim dhe unë jam alatja juaj. Ky është Ziferi. Ai që foli me të është ndim si shefi të Vanilas. Ai ndërvepron me të në disa raste. Ky është shefi? Ata janë një grup me njerëz që trajton aktivitete të paligjshme në toksore. Qeveria e bashkuar për përdor atë. Pas kësaj, shiko pak këtë. Është ashtu siç ti e morë me mend. Unë gjithashtu mendova se kjo ishte arsyeja. Por, pastaj unë hakova një kamer vëzhgimi dhe qasti kohor. Gjeta librin sekret të llogarisë së Leonardit të fshirë në rrjet. Ai po i shmange taksave dhe po shtyp Mauvët. Unë do të jap ty këto të dhëna. Le të shkojmë. Mos u nxito.
Varto. Keni nevojë për ndonjë gjë? Ti po i gënjen mauvët. Ne kemi dëshmit në duart tona. Ligjet që po i kufizojnë rrjetin e mauvëve është bërë gjithashtu nga ty në fshehtësi. E po vazhdo. Ne duhet që patjetër ta bëjmë publike këtë gjë. Kjo do t'i jap fund statusit tënd si kryetar. Pra, do të pëlqente të bënim një ujdi? Ne shpresojmë që ti ta pranosh që ke parë pakun e babait tim tek Ziferi. Në fakt Luciano pati besim tek ty. Ne shpresojmë që ti ta pranosh personalisht. Por nëse nuk pranoj, E po ne do të marrim masa. Ne do të shkatrojmë të gjithë të dhënat dhe nuk do të vazhdojmë më tej. Pastaj ti do e lësh punën. Luciano ishte shoku im më i mirë. Nuk kam asnjë arsye pse ta tradhtoj atë. Ato të dhëna janë harruar. Nëse ju të dy besoni në të, atëherë tregojani publikut. Ju jeni të lirë që ta ankoni në lidhje me zbulimin e pakos. Unë nuk kam frikë që të shkoj në gjykat. Qeveria e Bashkuar ka nevojë për mua. Çfarëdo që ju të thoni, unë do të vazhdoj, akoma që të luftoj për përfitimet tuaja. Atëherë, vdis. Varto! Çfarë është kjo? Pritë sqarohemi pak, Varto. Kjo është një vlerësim nga ne mauvët. Lëviz që aty, galet! Jo! Nuk do të ketë ardhme për mauvët, nëse ne përdorim këtë mënyrë. Galet! Lëviz! Zoti Leonard, çfarë ndodhi? Çfarë po prisni akoma? Arrestojeni ata! Po! Unë doja që ti ta kuptoje. Unë e kam shumë seriozisht. A nuk supozoj që ne ta bindim Leonardin? Unë e dija që ai nuk do të ishte i pastër. Ose më mirë, unë shpresoja që ti ta kuptoje kuptimin e përdorimit të forcës brutale. Qëllimi është përdorimi i mjeteve të justifikueshme. Kjo është koha që ne të bëjmë lëvizjet tona. Varto, Luciano nuk ishte i dobët. Pak më parë, kryetari Leonard njoftoi se do të rriqej nga Qeveria e Bashkuar për shkak të shëndetit të tij. Që të dy ju jeni në kërkim nga Qeveria e Bashkuar. Varto, le të vendosim që të përdorim shpirtrat e betejës, Të vendosim çfarë? sepse kjo është e nesërmja jonë. Fillimi i hapit. Unë thëras dragojnë dëgjues X në nivelin e 3. Dhe aktivizoj magjin, tërheqje e korrikut. Dragoj fort dryques X në anën e djathtë të demonit të flakëve. Radha mbaroi. Fillimi i hapit. Unë thëras një tjetër dragua kalores. Dragoj me shpatë në nivelin e 2. Radha e sulmit. Dragoj kalores i krenaris. Objektivi i sulmit, dragoj shpirtit trim. Gjatë betejës, një shpirt me 2 ose më shumë bërthama aktivizon rilindjen. Aktivizimi i efektit të rilindjes. Unë do të shkatroj të gjithë shpirtrat e tu. Tani! Unë do të sulmoj me tjetrin dragua kalorës perandor dragonin gartur. Sulmo!
Unë sakrifikoj pikët e jetës. Radha ime mbaroi. Me sa duket loja qën ka vendosur. Vështirë ta thuash. Ai është Varto, a nuk e dini këtë? Demoni flakëve është akoma në fush. Ti doje që ta mbylli në atë radhë? Apo jo? Fillimi i hapit. Thërraz Vizard X. Dhe pas kësaj, unë thërraz dërgojnë suprem të shpërtimit. Dërgojnë shpërtyrës në nivelin e 2. Kjo është hera parë që unë shikoj këtë shpirt. Siç t'ju përpoqet të më jepni një mesazh nga thërritja e dragojt kalorës së krenarisë. Unë thërrita edhe fatin tim gjithashtu, edhe për të njëjtën arsye. Mund të të thërras edhe një tjetër në fush. Dragoj Suprem Shpërthyes! Dhe një tjetër. Pas kësaj, Dragoj Shpërthyes shkon në anën e majtë dhe të djathtë të demonit të flakëve. Radha e sulmit. Shpirti guximtar, shko! Nga efekti i demonit të flakëve, pikët i rritën me 5000 pikë. Pas kësaj, aktivizoj efektin e Dragojt Shpërthyes. Shkatëro shpirtin e barabartë, ose atë me pak pikë sulmi. Qasti kohor. Aktivizohet magjia, pengesa e kufizuar. Gjatë kësaj radhe, pikët e jetës nuk do të ulen nga shpirtrat me 4 ose ato më shumë. Unë do të sakrifikoj pikët e jetës. Sulmoj me një tjetër shpirt guximtar. Sulmo! Efekti shkatron dragojnë për andor kalorës. Edhe pse pikët e tua të jetës nuk do të ulen, shpirti do të shkatrohet. Unë do të sakrifikoj pikët e jetës. Radha mbaroi. Fituesi nuk është zgjedhur akoma. A mundet ai që të mbrojt nga sulmi i galet në radhën tjetër? Unë dyshoj. Shikoni pak fushën e Vartos. Atje janë akoma 4 përthama për hir të përdorimit të magjisë mbrojtëse. Me shumë gjasa, është muri diamantit. Pse ti u futë në arenën speciale të mauveve? Ishte për të zbuluar botën në të cilën babai im u rrit. Unë nuk mund ta shoh fundin e loginës nga jashtë. Është sikur mauvet të jenë fshehur. Ja pse ne na duhet që ta shkatrojmë. E ardhmja si unë dhe ti është e njëjta gjë. Jo. Çfarë dëshiroj unë është mirë kuptimi ndaj mauveve. Fillimi i hapit. Thërraz bladrën X. Magjia, tërheqja e shpërthimit. Dhe një tjetër letër tërheqja e shpërthimit. Përsëri? Galeti po avancon me këtë gjë. Ajo letër do të zgjedh loje në këtë radhë. Ja ku është. Unë thërras, dragojnë kalorës të shpatës. Në nivelin e 2. Radha e sulmit. Unë sulmoj duke përdorur dragojnë kalorës të krenaris pa pasur asnjë shinjestër sulmi. Ai nuk e aktivizoi atë. Cili është qëllimi i tij? Dragoj kalorës i shpatës. Në nivelin e 2 aktivizohet efekti kur sulmon. Kur unë kam 2 ose më shumë kundër sulme, unë dërgoj 2 bërthama nga shpirtrat kundërshtar në plehra. Dhe nëse shpirti nuk ka asgjë, unë dërgoj një bërtham nga jeta për në plehra. Qëllimi është të mos aktivizoj rikthimin që u dërguan bërthama dy plera. Pse galet? Pse ti nuk ecën më me ne? Varto, të lutem vetëm më dëgjo pak. A mund të qëndrosh krenar para vetë babait tënd? Unë heq pikët e jetës. Tani e tuti çfarë do të bëni ju? Në fakt unë dua që të qëndroj. Jam shumë i sigurt që Vardo do të na mbroj. Pacem, Galet. Unë kam qenë shumë në kujdesin tënd, mësuese. Çfarë do të bësh ti tani e tutje? Unë do të ndjek hapat e babait tim. Dhe unë dua të rrafshoj fundin e luginës gjithashtu. Pavarësisht nga mauvët, njerëzit ose gjysmë njerëzit, unë duhet ta bëj. A është e mundur kjo pa Varton?
Më duhet të largohem. Rinia e rilindjes. Më vjen mirë që t'je në dieni që të jesh një bartës i dritës. Kush je ti? Unë jam folës i rekordeve botërore të udhëtimit Vizarga. Unë do të shikoj se çfarë ti do të bësh.